ushqimet e pasura në yndyrna, që kërkojnë shumë acid stomaku për të tretur, ushqimet pikante janë, një çokolata mendohet që është një irritus i mukozës gastrike, por kjo varet shumë edhe nga personi te personi. Nuk mund të themi që ka një one size fit all, nuk është që të gjithëve u vihet një kapele rreth kësaj gjëje. Kështu që varet edhe nga njeriu, varet edhe ushqimet, zakonisht njerëzit që vuajnë nga refluks i din ushqimet që i konsumojnë. Por ato acarusit universal janë kafeja e tepërt, janë alkooli, pirja e duhanit, këto që si thua njihen në popull kanë atë emrin e keq që janë acarus të stomakut. Por jo vetëm ushqimet specifike ndikojnë, por edhe sasia e ushqimit, ngrënia e tepërt, tejngopja është një nga faktorët kyç që na bën të kemi refluks, ose mbasi ham direkt shtrihemi. Kjo është një procedurë shumë e gabuar që mund na çojë në refluks. Janë disa teknika, mos konsumimi i ujit është prap diçka tjetër që mund na çojë në refluks duke qenë se rrit sasinë e aciditetit në stomak.